Kapobanda shqiptare e Parisit Bekim Bulica me 2 call center kokaine në mes të Parisit të Ramës, i raportuar nga shërbimet franceze dhe shish tek organet e drejtësisë për asnjë arrestim në Shqipëri, ndërsa 15 djemë të rinj shqiptar vuajnë dënimin në burgjet franceze dhe paratë e kokainës pastrohen nëpërmjet firmave në Tiranë, Kukës e Eksamil. Lidhja e tyre është aq e ngushtë sa sipas raporteve të policisë franceze dhe letërporosive që kanë britur në organet e drejtësisë shqiptare, rezulton se pas këtyre rrjeteve qëndron Bekim Bulica, një emër i skeduar për trafik ndërkombëtar droge, pastrim parash dhe rekrutim të rinjve të mashtruar. Në Shqipëri, paratë e kokainës kalojnë nëpërmjet firmave të regjistruara në emër të familjarëve KB, LB dhe FP. Një informacion i kopsitur mirë ka mbritur në redaksinë e pamfleti. Mediat franceze kanë rënë në gjurmët e kapobandës shqiptare të Parisit, Bekim Bulica, duke shkruar për call centerat e kokainës dhe 15 të rinj të mashtruar që tashmë vuajnë dënimin në burgjet franceze, por kur bëhet fjalë për organet e drejtësisë shqiptare, tek të cilat policia franceze ka depozituar letërporosi dhe raporte, pyetja mbetet: çfarë ka bërë SPAK-u deri tani? Më 24 prill 2025, gazeta prestigjioze franceze Le Parisien publikoi një artikull ku zbulonte se një rrjet shqiptar drejtonte 2 call center në Paris dhe periferi, të cilët shpërndanin kokainë me porosi. 8 persona, 7 shqiptar dhe 1 francez, u vunën akuzë për trafik droge, pastrim parash dhe organizat kriminale. Më 20 shkurt 2026, e njëjta gazetë shkroi për arrestimin e 3 shtetësve shqiptar në të 20-tat që shpërndanin kokainë në këmbë dhe me biçikletë në Paris dhe Hauts de Seine, të 3 u dënuan me burg. Po atë vit, Le Monde ka përmendur në një artikull fenomenin e rrjeteve shqiptare të drogës në Paris, por pa ju referuar direkt emrit të Bekim Bulicës. Pas çdo arrestimi, policia franceze i ka dërguar informacione organeve të drejtësisë në Shqipëri. Në total, 15 të rinj shqiptar kanë përfunduar në burgjet franceze për shkak të këtij rrjeti, por kapobanda shqiptare e Parisit vazhdon të jetë i lirë. Bulica nuk është arrestuar asnjëherë as në Francë dhe as në Shqipëri dhe vazhdon të pastrojë para me resorte luksi, makina të shtrenjta të regjistruara si prona kompanie e të tjerë. Sipas informacionit që disponon pamfleti, PKE ka nisur hetimet për pastrim parash dhe në dosjet e drejtësisë figuron lidhja e Bekim Bulicës me firmat e regjistruara në emër të afërmëve të tij.